Përshëndetje nxënës të dashur të klasave të 6. Unë jam Sara Luma, arsimtare e matematikës në shkollën fillore Fanoli, fshati Pollatic, komuna e Zhelinës. Për ju sot do të ligjeroj nga lënda e matematikës njësinë mësimore, thyesat ekuivalente. Thyesat ekuivalente janë thyesa që kanë vlera të barabarta, por emërues dhe numërues të ndryshëm. Thyesat ekuivalente kanë të njëjtën vlerë, edhe pse ata mund të duken të ndryshme. Për shembull, kemi 4 të tetat që është e barabartë me 2 të katërtat, është e barabartë me 1 të dytën. Në qoftë se i shohim pjesën e figurave të këtyre thyesave, kuptojmë shumë qartë që këto janë të barabarta ndërmjet veti. Shembull tjetër, kemi 1 e dyta është e barabartë me 2 të katërtën, 1 e treta është e barabartë me 2 të gjashtat, është e barabartë me 4 të 12-tat. 1 e katërta është e barabartë me 2 të tetat, është e barabartë me 4 të 16. Pjesa e hjezuar e çdo figure nga këto shembuj e tregon shumë qartë që thyesat ndërmjet veti janë të barabarta. Zakonisht, më së miri për të treguar një përgjigje është përdorimi i thyesës më të thjeshtë. Në rastin tonë kemi të bëjmë me thyesën 1 të dytën. Kjo quhet thjeshtim ose reduktim i thyesës. Parashtrohet pyetja: pse ata janë të njëjta? Sepse kur shmëzojmë ose pjestojmë numëruesin, ashtu edhe emëruesin me të njëjtin numër, thyesa mban vlerën e tij. Rregull për të mbajtur mend është: ndryshoni emëruesin duke përdorur shumëzimin ose pjestimin dhe e njëjta gjë duhet zbatohet edhe tek numëruesi. Kjo është arsyeja pse këta thyesa janë me të vërtetë të njëjta. Kemi shembullin ku 1 e dyta është e barabartë me 2 të katërtën, është e barabartë me 4 të tetën. Nga kjo mund të kuptojmë qartë që në qoftë se shumëzojmë numëruesin dhe emëruesin me 2, atëherë i fitojmë thyesat përkatëse, të cilat janë të barabarta mes veti. Është e lehtë për të shtuar thyes kur kemi të bëjmë me të njëjtin emërues. Si në këtë rast, kemi 1 e katërta plus 1 e katërta që është e barabartë me 2 të katërtën, është e barabartë me 1 e dyta. Nga pjesa e figurës e shohim qartë që 2 të katërta dhe 1 e dyta janë thyesa të barabarta në mes veti. Një shembull tjetër kemi 5 të tetat plus 1 e teta është e barabartë me 6 të tetat që është e barabartë me 3 të katërtat. Në qoftë se kemi të bëjmë me thyes kur emëruesat nuk janë të njëjtë, si në rastin tonë 3 të tetat plus 1 e katërta, me se është e barabartë. Ne duhet t'i bëjmë disi emëruesa të njëjtë. Në këtë rast ajo është e lehtë sepse ne dimë që 1 e katërta është i njëjtë sikurse 2 të tetat. Atëherë do të fitojmë 3 të tetat plus 2 të tetat që është e barabartë me 5 të tetat. Pse? Pse duam emërues të përbashkët? Sepse ne nuk mund të fitojmë thyesa me emërues të ndryshëm, para se të mund t'i fitojmë ata, duhet t'i bëjmë me emëruesit e njëjtë. 1 e treta plus 1 e gjashta, me se do jetë e barabartë. Tani, kemi të bëjmë me gjetjen e një emëruesi të përbashkët. Por çfarë është një emërues i ri? Një përgjigje e thjeshtë është që të shumëzohen emëruesat së bashku. Në rastin tonë kemi të bëjmë me 3 herë 6 që është e barabartë me 18. Pra, në vend që 3 ose 6 pjesë, ne do të bëjmë të 2 prej tyre të kenë 18 pjesë. Pra, pica do të merr këtë formë: 6 të 18-tat plus 3 të 18-tat që është e barabartë me 9 të 18-tat. Tani, ata kanë emërues të përbashkët, por jo emërues më të vogël të përbashkët. Gjetja e emëruesit më të vogël të përbashkët realizohet në këtë mënyrë. Tani gjejmë numrin më të vogël që është i njëjtë. Tek thyesa 1 e treta, rënditja e shumëfishave të treshit janë 6, 9, 12, 15, 18, 21 dhe me radhë. Ndërsa te thyesa 1 e gjashta, rënditja e shumëfishave të gjashtës janë 6, 12, 18, 24 dhe me radhë. Tani gjejmë numrin më të vogël të përbashkët mes këtyre dy thyesave. Tek shumëfishat e treshit dhe tek shumëfishat e gjashtës. Shohim qartë që numri 6, 12, 18 përsëritet te të dy shumëfishat.
Mirë po përgjigjja jonë është 6, sepse ky është emëruesi më i vogël i përbashkët i këtyre dy thyesave. Pra, le të provojmë duke e përdorur atë. Ne duam që të dy thyesat të kenë nga 6 pjesë. Kur ne shumëzojmë numëruesin dhe emëruesin të thyesës 1/3 me 2, do të fitojmë thyesën 2/6. Tashmë 1/6 ka një emërues prej 6. Dhe pyetja jonë tani duket kështu. Pra, 2/6 plus 1/6 është e barabartë me 3/6. Një hap i fundit është thjeshtimi i thyesës. Pra, thyesat mundemi të thjeshtojmë me mënyrën e thjeshtimit, përkatësisht pjesëtimi i numëruesit dhe të emëruesit me një pjesëtues të njëjtë të përbashkët. Si në këtë rast, kemi 2/6 plus 1/6 që është e barabartë me 3/6 është e barabartë me 1/2. Në këtë rast, 1/2 është më e thjeshtë se 3/6. Kur numëruesi dhe emëruesi tani më nuk mund të thjeshtohen me pjesëtues të përbashkët, themi se thyesa është e pathjeshtueshme, përkatësisht ajo është në formën më të thjeshtë të saj. Dhe kjo është e gjitha sa i përket emëruesit më të vogël të përbashkët. Kjo na lejon të shtojmë ose heqim thyesat duke përdorur numrin më të vogël të pjesëve. Ju faleminderit për vëmendjen. Besoj të shihemi në ndonjë orë të ardhshme. Kalofshit mirë.